Përshëndetje dhe mirë se vini në mes dritë. Ja ku jemi dhe sot së bashku me energjinë më të mirë të mundshme në mes të dritës. Sot edhe kënga jonë e krijuar me inteligjencë artificiale është në fillim të këtij programi dhe në fakt është si një rikujtesë e mirë për t'ju thënë të gjithëve që deri në mes të dritës, në mesditë, ne do të jemi shoqëruesit tuaj televiziv. Sot na pret një ditë fantastike, e cila finalizohet në mbrëmje me një super prime, siç edhe ka zakon Fermavip, me shumë emocione, dashuri, drama, zënka dhe një ndjesi, por le ta nisim bashkë, ta vijojmë bashkë ditën për të qenë edhe sot argëtues, informues, edukues. Mirëmëngjes, jam pas super ditë dhe mirëmëngjes, faleminderit shumë. Uroj shumë që të qesh dita pas. Jam i sigurt që po, do uroj shumë të qesh pas gjithë shqiptarëve që po na ndjekin, edhe atyre që nuk na ndjekin dhe zgjedhin të shohin emisione të tjera paralele që nuk e di ç'bëni, ne jemi më të mirë se ata, për ka përpos gjithçkaje. Uroj shumë të jeni shëndet plot e para punës në këtë periudhë që ndoshta virozat na kanë përfshirë gjithë dhe na kanë sëmur gjithë dhe po për një pjesë mirë tonën, 1-2-3 ditë gjithë e kemi kaluar shtrirë. E drejt. Sepse na hodhi poshtë, na thyu në mes. I lan pas ato ditë. Na dhe unë mes, siç thot zonja Florenca. Dy gjëra duhen bërë sot. Shumë e drejtë, Alma. Në mesditë të shihni mesdritën dhe ndoshta në darkë, patjetër t'i jepni kohë vetes, meqense është një fundjavë premtuese, kjo dhe kushtet atmosferike do jenë shumë të mira. Jo të planifikoni, të pushoni, të udhtoni, të vizitoni njerëzit tuaj, por të bëni një katarsis të shpirtit, të emocioneve, të streseve, çdo ngarkesë psikologjike që mund t'ju ketë kapluar gjatë kësaj kohe. Jemi gati për pranverë, sepse jemi në zemër pranverës, jemi gati për verë dhe duhet kemi vetëm mendime pozitive dhe të mira për veten, në njëri tjetrin, në vendin ku punojmë, vendin që kalojmë një pjesë mirë të ditës, njerëzit që na rrethojnë etj. Siç më është jemi të lehtë këtu, mos peshojmë rënd sepse gjithçka vjen vetë edhe bëhet më e thjeshtë. Mirë. Jemi gati, t'i themi mirëmëngjes dhe të presim me shumë dashuri atë që është e zonja e shtëpisë, lezeti mes dritës, zonja. Mirëmëngjes. Kombinuar jam shumë e lumtur në gjyra. Mirëmëngjes. Ky është ylli i këtij mëngjesi bashkë me këtë princeshën këtu, që vishet gjithmonë si një princeshë. Mirëmëngjes të gjithëve. Faleminderit shumë për dashurinë e çdo dite. Pranvera ka ardhur. Ka ardhur urdhëros. Dhe gjaku na është pastruar, na është shkolluar dhe ne nxjerrim vetëm perla. Lorenza, me qëse i ke Almës një veshës një princeshë vërtet, ne nuk kemi patur akoma mundësinë që të kemi një princeshë në studio, por sot do kemi mundësinë të kemi zonjën e parë, First Lady, në historinë e politikës shqiptare pas rënjes komuniste, me ardhjen e demokracisë. Dhe e ngacmoj publikun që ta ndjek sidomos në pjesën e fundit, sepse është bashkëshortja zotit Berisha në një rrëfim të rrallë që asnjëherë më parë që na bashkohet në studion e dritës. Ekskluzive kjo. Po, bukur, tani që ndajmë të lajmin, ikim të këndyr. Hajde. Po deri në takimin që ne kemi menjëherë pas edicionit informativ, ku dhe do të presim në fakt zonjën Liri Berisha në këtë studio. Por së fillim, le të gatuajmë për të gjithë ata që janë në shtëpi sot edhe kanë vetëm një pyetje. Çdo bëjmë për drek. Sot, me qenë se qenë ka dhe zonja Lirie, respekte dhe kemi bërë bukë me spinaq. Bukë me spinaq. Base preferon të haj një copë nga buka jonë. Që ka harxuar për miqt. Bukë me spinaq. Bukë me spinaq. Shiko, shije pranverore. Shije pranverore. Më fal, asgjë të keqe, bukë me spinaq. Buka veç dhe jo, bukë me buka, po brenda ka spinaq. Bukë me spinaq. Në fakt, t'ju them një fakt, në Gjermani të gjithë llojet e bukëve, pak i gjeje të thjeshta, ishin të gjithë me përbërës brenda. Dhe kjo ishte gjë e mirë. Sot në bukën e kemi me spinaq, kështu që kursej, hajmë më pak, edhe largojmë atë urinë. E ke bërë interesante bukën Floresa se unë ha shumë pak bukë. Edhe kur e mendoj bukën me spinaq, djathë, gjithçka që ti ke këtu sot, jam shumë e joshur nga kjo ofertë. Një copë bukë ka goxha vlera ushqimore brenda, kështu që vërtet që nuk e shijojmë qumshin më vete, vezën më vete, siç e konsumojmë në mëngjese. Por i bëjmë bashkë. Sot i kemi bashkuar bashkë dhe do konsumojmë nga kjo bukë. Para se syrit na tregoj çfarë dhe sa.
do na duhet. Sa nga çfarë? Sa nga çfarë, Ne do zbulojmë edhe cilin miell Florenca ka përdorur për ta bërë bukën e saj sot. Patjetër, Cilin e përdorur nga gjithë Mielinola, që është tipologjit? Po. Për çdo përdorim, po. Për çdo përdorim. Është jetë shpëtues. Po. Se nuk e di se çfarë do na shkojë në mendje deri në mbrëmje për të gatuar. Po. Marrim miellin paketimin blu që është për çdo përdorim. Po. Kaq misionim. Është shumë i mirë, ju a garantoj. Mirë, dakor, me qënë se misioni u krye me sukses dhe Alma në informoj si që duhet, let ju japim një shije se si bëjmë pazarin, ne, si ekip, si familje e madhe. Disa janë rëmuja gjinë, disa nisën për blerë diçka tjetër dhe përfundoj duke blerë gjëra tjera, ja për shumë disa ditë më herët Florenca tha, këto nuk janë speca për mbush, janë speca për skuqje, por tu jemi, pa nga pak, po mësojmë, për të kuptuar se çfarë kemi bërë në këtë pazar. Ne si familje. Edhe ti që Ne si familje. Ti që për të grumbulluar dije, je aq thithës sa nuk të shpëton gjë. Asgjë më shpëton. Asgjë. Nga njëherë bojkot, sikur se mbaj mend dhe sikur harroj, por Ose sikur nuk shikon, po Ose sikur nuk shikon. Po maturi është kjo. E bëj vjetën më thjesht kështu. Ikem te për natyrë. Florenca, në cilën pikë keni qenë? Në cilën pikë të për natyrës keni qenë? Kemi qenë tek ku shkon te Porcelani, lart, nuk e di si quhet ai vendi. Në Xhamli. Në Xhamli. Apo në Lider? Jo, ku shkon te Porcelani. Okej. Tani rrugën nuk e di si e ka emrin. Ta zbuloj materiali, si thua. Ku shkon në Porcelani? Po, qartë. Ka thënë gjitha. Gjithë banorët e kryeqytetit që jetojnë atë zonë e dinë shumë se për cilën për natyrë bëhet fjalë. I kemi shohim çfarë ka bler Borioni dhe Florenca. Mund të them një detaj afër Oxhakut. Afër Oxhakut. Te Oxhaku, mirë, ndjekë materialin dhe shihni se si bën pazar Florenca me jo. Po pse kujtove se po vi? Ju duka I padukshëm. E morëm dhe karrocën E kemi marrë aq të madhe sa të dyve brenda na nxë. Po sepse dhe marketi është I madh. Është një nga marketet më të mëdhenj, do thotë për natyrës me sa kam parë unë. Jemi tek Oxhaku. Te Oxhaku, po ose tek Profarma? Te Profarma. Ish Profarma. E di Ne do bëjmë një pazar special çamurere. Do vëmë ne te pazari, po e di çam pëlqeu mua sot. Se Florenca vjen gjithmonë çik më herët se unë, se është një zonjë e rregullt. Jo, në rregull. Po shife çfarë ka bër? Ka kombinuar syzet me veshjen perfekt. Dhe syzet ku I ka gjetur do thoni? I kam bler syzet këtu ke Pro Natyra. I ka të gjitha ngjyra, të kuqe, të verdha, të bardha, të zeza. Si ti doni ju? Unë I kombinova sot me këtë këmishën. Nuk e di sa palë syze kam hallakatura në shtëpi. Dhe sa ketë blera nga Pro Natyra. Se në çdo Pro Natyrë që vim, Florenca blen një palë syze me ngjyrat e dëshiruara. Dhe kështu që herën tjetër një palë do më japin falas. Po, se vallaj, me thënë drejtën, I e ke mbaruar syzet, nuk kam. Tani kur bëjmë porosin tjetër, po, dalim te pyetja kryesore. Çfarë do ham të premten? Të premten? Po. Mbyllë çik ti kamerën. Se është sekret. Nuk e di fare. Dave telefonit se gjimë. Ne nuk e dim për momentin, po ne do ta dim shumë shpejt. Ja po mbajmë çik më muhabet. A dini që produktet e Pro Natyrës vijnë direkt nga Italia për ju me çmimin më të mirë dhe patjetër që në shtëpinë tuaj nuk duhet të mungojë një pazar I përjavshëm te Pro Natyra me të gjitha produktet nga bazë deri tek ato më të veçantat. E gjetëm? E gjetëm. E dini çfarë kemi të premten? Të premten kemi një bukë me spinaq. Të mos lodheni të gatuani edhe gjellë edhe bukë, bëni një bukë me spinaq dhe keni gjellë dhe bukë. Si patatja, si çta I famshmi. Vazhdojmë? Hajde shkojmë gjejmë produktet tani. Të parim fare, do të marrim spinaqin. Do ta marrim spinaqin të larë. Dhe nuk keni vetëm spinaqin faktë, mund t'i themi shikuesve që kanë edhe kështu. Po, ka plot. Ka edhe bistaja. Të mos lodhen zonja tona, të gjejnë produkte të gatshme, të lara, të pastruara mirë. Po. Është mirë shumë për supë ajo. Po. Apo doni pul? Ka dhe pul. Ure pul kemi ne për gjithë javës? Po, kemi. Kemi shihemi. Po. Më qenë se unë e gjeta. Po. Dhe vazhdoj me produktet e tjera. Kemi kështu në një perime, në një gjëne që na duhet? Po qep të njoma kanë këtu
Kam? Qep të njoma? S'ka qep të njoma. Pas, kanë baruar, sepse duhet kishim marrë në mëngjes, sepse qepët e njoma zakonisht shiten në mëngjes herët, dhe jo si ne që vim në orar dreke. Sepse... Do marrim majdanoz, kopër, do të marrim susam, do të marrim gjalp, qumësht, djath feta, vez, kaq. Gjalp, të lutem shumë, Gjalpi, ja. Ja. E gjete? E gjeta. Tani na duhet dhe djath. Marim pak feta nga komshin tan grek. Si mendon? Lorenza, ndi. Se kisha mundi. Marim dy, sepse po. Jo, se duhet buka do goxha djathë, ka goxha masa. Si një person që hap djathin me djath si që mund, patjetër që na duhet. Na duhet dhe qumësh këtu nuk ka. Ja dhe qumshin ku e kemi. Pro natyra në fakt pas ka qumësh për të gjitha ata persona që nuk pinë qumshin klasik, e kanë me bajame, e kanë me... Ky është qumësh shumë i mirë, unë e kam provuar dhe ju them ta provoni, është qumësh special. Intero. Po, e shikon sa shumë qumshit të tjera ka pro natyra dhe për ata personat që nuk e duan me glutene, i duan me lajtije, me bajame, qumësh lajtije s'kisha parë në njërë, po... Dhe ky është shumë i mirë. Sa dorosh do mos është ai. Ky që nga mikro i filtruar, do të thënë filtri fa. Ky është qumësh kokosi, ky është qumësh bajamesh, ka disa lloj qumë, po ky çfarë qumshi është dhe ky duhet jetë i mirë. Da marim ta provoj mirë. Dhe kjo është shumë. Da marim ta provoj mirë. Ta provoj. Atëherë i kemi të gjitha me sa duket. I kemi të gjitha, i mbaruam të gjitha, susamin e morë, do marrim vezët dhe do i përshëndesim shikuesin. Dhe do i përshëndesim shikuesin, do t'i themi të kaloni një fundjavë shumë të bukur, na ndiqni ne duke bërë pazarin te Pro Natyra, na ndiqni dhe recetën tonë fantastike, buk me spinaq, edhe buk edhe gjell. Mund t'ja ndej erën që tani. Po. Ja ku jemi të tre ne, po kërcinim, po merrnim valle, po shikonim se çfarë kishte bërë Florenca me Borionin tek Pro Natyra. Shëndet ekipi. Dhe ajo që po kupton gjithashtu është që Florenca dhe Borioni duhet marrin çmimin si pazarbërësit. Pazarlinjt më të mirë që ka parë ndonjëherë Pro Natyra. 2 fotot e tyre duhet vendosur tek Pro Natyra që ishte pranë Oxhaku, Fjali Demi, në blog te Vaso Pasha, në Durrës, sepse janë vërtet më të mirë. E thash, largohem nga kjo detyrë. Sa qef kemi ne kur shkojmë, sepse na përshëndesin ato zonjat që punojnë aty, buzëqeshin, sa na shikojnë. Në thënë, kjo është një kënaqësi për ne. Po, janë shumë... Sigurisht ne bëjmë prezantimin me shumë dashuri. Janë shumë të dashur dhe mikpritës. Skudo, në 13 pika në gjithë Shqipërinë. Mirë, dakord, fokusohemi dhe njëherë në bazë, bresim helikopterët. Si du të bëjmë të bukën tonë? Po, atëre, kam miellin këtu që i kam hedhur fryrësin brenda, spinaqin e gatova, që të mos të krijoj atë gatimin gjatë pjekjes, po t'jetë gjaj gatshëm. Po. Do të hedh koprën, jo, kopër është, ju hidhni dhe majdanoz, unë e pëlqej në kështu momentesh, kur gatuaj gjërat të tilla koprën, se jep një aromë shumë të mirë, jo pse majdanozi nuk e bën, po aroma koprës mua më pëlqejnë, shumë veta nuk e duan, por mua më pëlqejnë. Atëherë, këtu do të hedhim gjalpin, ja ku e kam shkrirë gjalpin këtu, Iku gjalpi, e përziejm. Alma, rrihi pak vezët të lutem, urdhro. Se ti je eksperte. Për traur vezët? Po. Dhe jo njerëzit. Po, më ekspert nga gjithë është Syriani, a i qanë. I qanë, sa i konsumon 3-4 të njerëzve, të vezëve. Jo, Shpajsora i... Jo, nuk të akuzoj Syrian, nuk e kam këtë të drejtë. Aftësim për t'i bërë të dyja edhe mund t'a kemi. Por ekziston një koncept që quhet maturi, edhe maturia pastaj të përmban. Ky djalë është komplet maturi. Edhe unë sot, a dini, po e them recetën dhe emrin e saj që është tani, kjo quhet buka maturi. Maturia.
Maturia, buka maturia dhe Mund të maturi. hanë vetëm njerëzit e matur. Maturi paçëm. Do ngelen shumë pankran sot, do ngelen shumë pankran. Dëgjoni si tha. Do ta hanë vetëm njerëzit e Matur, e ka fjalën për veten e Me vet. shkuptoj union ka merak shumë se mos ngelen disa pankran. Okej, do shohim rrugës. Më duket sot nuk i kemi treguar publikut recetën. Nuk e kemi treguar, po prisja që ti kemi treguar. Se kemi treguar. Po pra, Nga çfarë? Sa nga çfarë dhe çfarë me nga sa. Me libër regjisë, shfaqim grafikën dhe i tregojmë publikut se çfarë na duhet për të përgatitur këtë bukën e famshme me spinaq, me miell, me kopër, me vezë, me gjizë, Maturi ynë ti. etj. përse po bien këto këmbana? Po pra, po më duket vetja si në Vatikan, në Romë, që të vetëm Do të ndaloj një moment, vazhdojmë. Jo, vazhdo, s'ka problem. Jo, të lutem lexoj recetën, pastaj do gjë, të s'ka gjë, decibelet do e jemi mi të gjithë vokal. të matur sot. Alma, decibelet e mi vokal kanë treguar që mund ta mbulojnë atë. Okej, Mos filloj. të në progresin, pa merak. Që t'jemi edhe komfort me kohën televizive. Për të përgatitur bukë me spinaq na duhen 3 vezë, 60 ml gjalp, 130 ml qumësht, 160 gram djath feta, 130 gram spinaq, 2 qep të njoma, pak kopër, pak majdanos, 200 gram miell ola, nga i për përdorim të përgjithshëm, një pak o fryrës, një të verë vezë për lyerje, susam për dekor dhe kaq. Asgjë tjetër. Mendoj që janë të gjitha produkte që të gjithë ne i kemi në kanatën e miellit, vajit, erzave, sepse janë praktikisht produkte do domosdoshme për çdo recetë, për përditshmërinë tonë, kështu që praktikisht është një recetë pa kosto. E di çfarë më ndodhi Po. jo më larg se sa dje, po organizoja këtë raftin e famshëm për cilin ti po flet, realisht më kujtove ti tani me këtë që the. Dhe po vija re që tek pastat dhe tek mielli, nga do ta ktheja kokën kisha vetëm ola. Edhe thash, wow, dashur pa dashur, çdo tipologji mielli, edhe çdo tipologji paste dhe më ishte mbushur rafti me ola. Alma, Ola. sepse duhet të tregojmë publiku që ola dhe çdo bashkëudhëtar është mbështetës i yni dhe ne mbështetës i brendit. Dhe në qoftë se ne e përdorim në familjet tona, në kuzhinën tonë, në shtëpitë tona, patjetër kemi dhe rekomandime për dhënë për publikun në studio. Nuk i bëjmë për efekt televizioni. Absolutisht. Me qënë se Alma tha diçka për sistemimin e dollapit, do t'ju them i lash amanet tim shoqe një ditë, që të gatuan të diçka, tip kështu tasjebapi. Dhe shkoj në shtëpi, i thashun, si doli ai, e kisha burgati, disa vetëm mielin do hidhte. Ta kërkova gjithandej mielin ola që përdor ti, tha, po se gjeta olën gjikundi. I thashun, po si jo më mielin ola aty e ke, po ku e kisha, aty e kisha, i thashun. E tha, unë i hodha nga ky, po që i ke edhur ma i është për ëmbëlsira. Pra ndaj nuk e haja do të në atë. E rëndësishme është ai ka qenë duke kërkuar, se ç'bëri rrugës, kjo s'quhet. Nuk është se kemi shumë pritshmëri për zotërinë shqiptare, kur kanë një partnere grua që është kujdesur për ta gjithë jetën. Nisi nga Imat, baba im. Por ajo çfarë më bëri përshtypje, ishte fjala që përdore, fjala shamanet. Kishe frikshës ktheshe? Jo, ja lash amaneta kryen, tepse amaneti nuk lihet vetëm kur ikën nga kjo botë, more çfarë thua mor djalë. Jo, mos e bëj këtë gabim. Ja lash porasi thuhet me amanet. Po amanet, po. Sa fjalën amanet siç ke ti fjalën se i kam të rëndësishme. Po shikoj, jo, t'ja shpjegoj një çik ti djalit, sepse ne e mbajmë për shumë të zgjuar. Kur ike nga shtëpia dhe kam lënë një gjë, kur ike nga shtëpia, edhe e mbajmë shumë për të zgjuar. Edhe një herë, korrigjohu. Është shumë i zgjuar. Jo, nuk e them, sepse sa ke për të mësuar ti, kujton se i ditë gjitha. Po çfarë thuam? Para minuta sa të Shoqja ka një emocione bën një që ta bësh vetëm për t'i merituar. Po pra, maturia është ajo që ti mban emocionet në balancë. kur ikën diku dhe ke lënë qumshin për të zjerë, del nga dera dhe i thua dikujt brenda, ta le
amanet qumshin mos më derdhet. Ta le amanet këtë mos më digjet. Është një mënyrë e thënit. Është mënyrë e thënit, pra. Por është shumë e rëndësishme që ndoshta t'i sfumojmë disa shprehi që kemi, të rënë të kjo, të rënë të ajo, më qafsh. Jo. Janë disa thënje që ne i Po kushta të rëndë? Sa më ne gjë të rëndë? Ja. Tani, unë kam një propozim shumë të rëndësishëm. Kam një amanet për ju. Një sekond, Alma. Asnjë amanet mos kesh. Po kam një amanet tani, po kam një amanet tani për ju. Mos ma nxirrni asnjë nga konteksti atë çfarë them, po ma nxirrni nga konteksti. Çdo gjë, unë kam shumë besim që deri në orën 13:00 të ta sqaroni. Një gjë që unë kam merak shumë është që gjithë ata që po na ndjekin, edhe që nuk din të bëjnë një bukë si puna ime, është vetëm gjë që zë të bëj pas byrekut. Duan ta dinë se çfarë po ndodh. Këto të thoj Florenca. Ja e them unë tani. Kështu që këtë na ndihmon. Tani. Çfarë bëm deri tani? Puna e parë që unë bëra, pasi sistemova spinaqin, qepët e njoma bashkë me erëzat, në tigan, në tasin ku po gatuaj bukën, hodha mielin, fryrësin, kripën, hodha pastaj gjalpin, edhe tani hodha dhe spinaqin. Alma rahu vezët, edhe bashkë me qumshin, dhe ja i kemi këtu brënda të tëra. Do me thënë, për bërësit i kemi të gjithë këtu brënda. Do shtojmë tani vetëm djathin, dhe do të shikoj që brumi duhet jetë edhe pak më i plot. Prandaj dhe unë kam lënë një miell këtu jashtë, për të hedhur dhe për të realizuar atë brumin që na duhet për të përfituar këtë bukë. Okej. Pra, ka ngelur vetë? Ke çfarë ke? Për ta lidhur. Kuptimin etymologjik të fjalëve s'ja di, po përgatimi e nona. Nona. Jo, mos, unë them mbaj vetë. Gatuan. Çfarë mbaj vetë, unë thash që gatuan dhe e qatë. Po pse s'ja di kuptimin? Më thuaj që çfarë fjalë thash gabim tani? Ma thuaj. Aman Florenca, funksionin negativ. Ma thuaj, mor sy shkruar, ma thuaj. Atë pastaj. Jo pastaj. Ka nevojë publiku për llogje, ka nevojë për informacion. Shiko, ne nuk kemi të vdekur që të gatuajmë si mumia aty edhe... Jo. Luani pak vendit, luani. Po, ja unë luaj ta. Ne jemi njerëz të gjallë, jemi në një shtëpi. Nuk kam një për embesa, kam këta të dy. Patjetër. Suliani dhe Florenca, e di unë se çfarë po ndodh sot. Janë 9 planete treshtuar në dash. Unë i kam mirë. Ja të dashi. Unë i kam mirë, jo. Verigjinit je ishte. Është pozitiv? Ndikimi është një rifillim. Ka një rifillim. Unë kam 2 deshër në shtëpi. Bashorti im është dash, vajza ime është dash, ne do rifillojmë. Do rifilloni. Shenjat kardinale që janë peshorja, gaforja dhe disa të tjera, kanë një ndikim shumë të madh nga kjo dhe sot do keni shpërthim energjish kudo që ndodheni, bëni mirë që këtë ditë të rëndësishme ta kanalizoni për të kuptuar se si doni të rifilloni. Kështu që pa folur ne më shumë. Por mos harro të sqarosh publikun që s'është e thënë që duhet jetë tash në diell. 9 planete që përfaqësojnë 9 gjëra të ndryshme të karakterit ton. Ju mund të jeni dash në Hënë, në Jupiter, në Mars, në Mërkur, pra, nëse keni dash në hartën tuaj astrologjike, prekeni nga ky pozicionimi i planeteve. Këtë sqarim kishim. Pra nuk është vetëm në diell. Shkojmë te horoskopi për të kuptuar ditën sot, por doja t'ju thosh atë me të cilën ju po ndesheni gjatë gjithë kohës në rrjetet sociale, mirë që këtë energjinë ta kanalizoni për të bërë mirë edhe për ta riformatuar mirë. Gjëja e fundit që duhet të themi Florenca përpara se të ikim. Dua të them gjën e fundit që ky djalë masterin e dytë duhet ta bëj për filozofi. Okej, bukur. Tani që përfunduam edhe me edukimin, me recetën? Me recetën jemi gati. Brumi u bë ashtu siç unë e desha. Dhe jemi gati për ta hedhur në tavën e pjekjes dhe për përfituar bukën tonë fantastike. Okej, bëhemi gati që ne shijojmë bukë me spinaq të paprovuar më parë, ju bëheni gati për të shijuar horoskopin ditor, të themi vetëm pas pak. Ja, ku jemi? Bukën e poqëm. Do ta quaj maturia, akoma vijojmë? Maturia. Shtof të zot. Po, maturia. Ja ta presim, është e nxehtë, por do ta presim. Bukur, i themi publiku, ndërkohë që Florenca po kujdeset me njëherë na prezantoj një pjesës nga kjo bukë e bërë me spinaq dhe me djathë, se çfarë na u desh për ta përgatitur për gjithë ju që e keni humbur dhe ndoshta keni qenë paksa më gjumash se zakonisht sot, edhe u është dashur kohë për të ndjekur ritmin e ditës, nuk ka asgjë të keqe.
për sa kohë nuk keni humbur. Më ndihmon fare, më iku buka këtej, nuk më ndihmon. Faleminderit. Ti. Pa dhe mua. Do të ndihmoj tani me një herë Surjani, siç të ka ndihmuar gjithmonë. Ja ku është? Opa! Ma vendosa ty. Buka mirë rri vetë, kanë thënë. Nuk e di çfarë tregon kjo. Si? Tani. E ka e thashun, masterin e dytë duhet ta bësh për filozofi. Do e bëj pak po e sipër. Dhe për kuzhinë. Po. Dhe po e bëra për kuzhinë, pastaj Ika. do na shosh nga kontrati. Ika unë. Ja të shkojmë te receta, publik i dashur, për të gjithë ju që e humbët këtë recetë, çfarë ju desh Florencës për ta përgatitur. Për bukën me spinaq na u deshën 3 vezë, 80 gram gjallë, 130 ml qumësht, 160 gram djath feta, 130 gram spinaq, 2 shep të njoma, pak kopër majdanoz, 200 gram miell ola, për çdo përdorim, një pak ufyrës, një verë veze për lyerje dhe susam për dekor. Emrin e kemi Maturia. Sa emër i bukur. Ushtoft, jo ushtoft se kjo. Po. Se thash ushtoft. Shiko, emër i bukur është Maturia. Maturia, po pyetje edhe për të parë, unë po mundosha të kuptoja, a ka vajza në Shqipëri me emrin Maturia? S'ka dhe shqyr që s'ka. Pse? Vjen të matura. Ti thon maturi, më maturi, Dhe sidomos në këtë kohë emri Maturia do t'i shërbej shumë. Shumë, patjetër. Do kishte një formë të shkurtër të emrit të Ria, shkurt dhe do ishte moderne. Pra, çdo emër ka të bukurinë e vet, nëse ka një domethënie pas. Lorenca, Nuk po i ndërhyj. Paç një super fundjavë. Edhe ju me Shijoje, do shkosh në Edhe ju Durrës. shijojeni. Jo, nuk do ikë. Se? Po, kam ca punë të mia. Diellësh. Kam ca punë të mia. Im shoq mund t'iki, por unë jo. Bukur. Dakor. Tani ne përshëndetemi me zonjën Florenca dhe i Po. themi publikut që vetëm pas pak në këtë studio vjen për herë të parë zonja Liri Berisha për na treguar jo vetëm një rrugtim politik të sjell nga jeta, por nga ana tjetër edhe disa emocione njerëzore të detyrës saj si bashkëshorte, gjithashtu edhe si nënë dhe gjyshe. Mirë, përpara se të na bashkohet zonja Liri Berisha në studio për një intervistë ekskluzive, është momenti të ndjekim edicionin informativ të lajmeve. Kuptojmë se çfarë ka ndodhur me vendin, rajonin dhe botën dhe pastaj rikthehemi me mes dritë me një personazh me goxha peshë në shoqërinë shqiptare. Qëndroni me ne.